Zdiat kujtuot, jemi kon këtu para 5 gjirove apo 6 gjirove ka qenë edhe treneri Bilbil Çokul që këmë thonë Drenica i ka hu kur të morëm disa ndeshje, pikri ka hu minutat fundit. Po. Për shembull që shokon 2-0, minutat fundit ja buni 2-2. Loja e Drenicës ka pëlqy, edhe sot e qarkulloj ke topin, edhe pse u dhej që 1-0 nuk shkoj me lujt ata të mbrojtjen klasike që ishin mësuar me po në ligën tonë, të japëm një gol tash ndëmbrohem. S'mund është ti më mbroj 60 minuta se të shon koncentrimi, qofse je ekip i guximshëm si sa Visari me 1-0 dhe din me mojt rezultatin, çatëherë ki karakter të ekipës. Na kemi thonë këtë si trenera përpara, cili rezultat është më i rrezikshëm, gjithmonë kemi thonë 2-0, cili ruhesh. Për shembull. Kështu që Drenica është të apliku lojë, qofse vazhdon që të rritem unë Drenicën nuk më është rrezikuar. Mos harrojmë që edhe në të kaluamën Drenica ka luajtur mirë. Po, edhe kur ka qenë Afrim Jashari u kujtohet me 1 milion probleme ka pas lojën e mirë, rezultate e tjera. Edhe kur ka qenë Tahiri Lushaku, ka qenë super, bile ka qenë vend e dytë një kohë, vend e parë, vend e dytë ka qenë ekipi i cili ka luftuar për me dalë në Evropë. Mandej fillun problemet financiare dhe u shkatru krejt. S'kisha thonë që veç trenerat gjerman se nëse e këshyrim gjatë kohës të kalume, bagi shumë trenera për jashtë që kanë dështu në futboll tonë. Ju bagi po 95%. Nuk muj me thonë se në Drenicë ka pas trenera vendor të cilët kanë